Bashkia e Vlorës sigurisht asnjë nga majoranca, po është avokati Geron Gumbardhi nga Këshilli Bashkiak. Zoti Geron, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si jeni ju një? Po mirë, unë ju ndoqa, kam ndjekur dhe mbrëm në televizionin tuaj. Problemi më duket më shumë shqetësues keni ju si media ose ju si syri televizion se sa vetë banorët dhe operatorët turistik. Më duket sikur keni një hall personal ju të syrit, do me thënë keni hall ju që është Vlora pa ujë, se vlonjatët vetë nuk kanë kohën, as në bashki, as në këshill, as në media, as në gjë dhe nuk e di këtë. Tash nuk e di sa është përqindja e vlonjatëve që nuk kanë kohën. Ne jemi këtu për ata që kanë kohën. Dhe nëse sado mund të jenë minorancë, nuk ka mazhorancë apo minorancë ke mungesa ujit. Janë thjesht njerëz që ashtu si në Afrikë apo në Gaza apo në vende të tjera ku ka kriza humanitare, jemi të detyruar ta përcjellim lajmin e tyre. Qofshin këta edhe 10 veta që vuajnë nga uji në Vlorë. Dhe kanë përshtypjen janë çik më shumë se 10. Më keq kuptuat. Jo, nuk e keq kuptuar, di për çfarë po thua, Po shumë mirë që vlonjatët janë pa lagje të tëra, fshatra të tëra, që mungesë e ujit është duket si luks, tani po erdhi një orë dhe po arriti dikush të mbush një bidon apo diçka. Problematika është që asnjë operator turistik në grupin e WhatsApp-it, të cilët janë të lidhur gjithë me njëri tjetrin dhe me bashkim, asnjëri nuk ankohet për që nuk ka ujë, që nuk kanë hotelet ujë, që mbushin me botë, që ikin turistat. Pra të gjithë janë të lumtur dhe të kënaqur. Edhe me rezultatin e zgjedhjeve e treguan që këtu s'ka asnjë problematik. Edhe fushja e mbetjeve që digjet pa fund, që juve prapë pasqyroni dhe gjithë mediat e pasqyrojnë. Prapë asnjëri s'ka problem. Ndërkohë, ka një gjë interesante, Geron, lutem, nëse më lejon një gjë të shkurtër. Kjo ndërprerje e ujit vjen në kulmin e sherreve, e përplasjeve në bashki për rritjen galopante të çmimit të ujit. Atëre, ne si Këshill Bashkiak të opozitës, pavarësisht se jemi pak, problemin e ujësjellësit e kemi ngritur që ditën e parë, pra që në mbledhjen e parë të 2023-shit me ardhjen e zotit Dredhar në Bashkinë Vlorë, ju kërkua nga qeveria në mbledhje urgjente që ujësjellësit t'i kalonte qeverisë, pra të bashkoheshin ujësjellësit Vlorë, Selenic dhe Imar, që u bën një ndërmarrje, gjë të cilën Këshilli Bashkiak dhe zoti Leli nuk e kaluan dhe nuk e firmosën. Dhe që në mbledhjen e parë, ne si opozit, unë personalisht dhe zoti Nika e kemi ngritur me pyetje konkrete, pra ky bashkim i ujësjellësit do ketë rritje çmimit, do zgjidh problemin e ujit, do ketë gjithë këto gjëra dhe përgjigja nga drejtori përfaqësuesi zotit Balluku që erdhi në Vlorë ishte ju e keni personale me mua. Ne nuk e dinim as kush ishte, as çfarë e quanin dhe zotria e ktheu personale. Pasi u rrit çmimi i ujit, pasi kanë ardhur 10 milion euro, pasi janë harxuar edhe 10 milion euro të tjera, Vlora nuk ka ujë dhe nuk ka për të pasur ujë në këtë sistem. Nuk është vetëm ujë. Uji është i shoqëruar bashkë me të gjitha rrugët, mbi 50% të rrugëve të Vlorës janë të çara. Pra po bën punime në ujësjellës. Pra kaosi nuk është vetëm ujë. Uji shoqërohet edhe me të gjitha rrugët të çara. Dhe kjo problematika fillua në vitin 2021, pra në zgjedhjet e 2021-shit, në Bashkinë Vlorë erdhi 10 milion euro një fond, të cilat u bën nga ministria. Të dy këto fonde sot që flasim bashkë në 2025 nuk janë marrë në dorëzim, se harruan të vinin pompat, harruan të vinin 2-3 tubo. Ne e kemi çuar në prokuroria e çoi në SPAK. SPAK-u si duket do ketë qenë i zënë këtë kohë dhe nuk i ka gjetur dot tubot. Nuk janë tubot, Flavio, nuk është problemi pse s'ka ujë. Harruan të vinin tubot. Pra tenderi 2021-shit që lekët u përdorën në fushat prap, si këtë radhë, nuk vajti për ujësjellësit. Tubot u harruan të vjenin, sot që flasim bashkë, në Vosela që ka ujë pa fund, furnizonte edhe Vlorën, në Vosela fshatrat, Panaja, Oshtim, Kërkov, që janë hedhur dhe 10 milion euro, pra për një zonë të vogël, të hidhen 10 milion euro, dhe ujë të ketë pa fund, dhe në shtëpitë e qytetarëve mos ketë ujë,